Tashi nuk e di, e keni dëgjuar apo jo, po unë gjithkohës kam folë për pensionet. Mami dhe babi nuk kanë nevojë që unë të flasë ato, edhe në i pronë e kanë pas dhe kanë gëzu, kurse vjeri me vjerën, them drejtën, e ndjenjë shumë. Sa do që t'japi ky, edhe 100.000 lek t'japi, i herë në 6 muaj, tani vit në fundit, se po përpara ashtu as i gjë, janë rritë çmimet 30%. Rimbursimi i ilaçeve ka ndryshu, se edhe s'dëgjojnë, edhe nuk dëgjojnë zonjat, ë? Duhet bërtasi qikun. Lista ilaçeve ka ndryshu, kanë fut ilaçet cilat janë pa cilësi dhe juve detyroheni t'i bleni vetë. Unë e bëj pazarin vetë edhe e di se çfarë vështirësish ka, si janë rritë çmimet. Nga dita në ditë rriten fruta perimet. Shkum një ditë me këto zonjat, këtu i fruta perimeve që është në zonë që bëmi qik pazar, aty e bëni dhe ju, besoj. Ai është burri mirë, Dashi, shumë burri mirë, po çfarë bëj Dashi, ashtu ja sjellin. Edhe i rregullon, edhe duken i qik më bukur ato sallatat. Po çmimet zvarin nga Dashi. Jene? Është nusja jote? Ju kanë qellu nuset e mira. Se mund të kishte në nuse tjetër që... Me vërtet? Se disha. Quni na doli surpriz, se mendum që mbaru me goca. Faleminderit. Janë një javë pushim, tani janë në shtëpi. Unë kisha harru fare që ishin një javë në shtëpi. Shumë mirë ke bë. 5 vjet pak, unë bas 10 vitesh u bëre me 2 goca binjake, pastaj lindi çuni bas 2 vite. Edhe unë 2 vajza. Ti pas ke çu përpara. Hallet tjera. Mua tani më duket qameti madh se them nuk po flej gjumë. Bëhe se ta mbaj unë, po në shtëpi veti kes. Noi dyti përballë Po. kompjuterit, çuni dy. Aty, po. Të natës. Po të paktën e ke këtu sa galo rrugën. Qa do bëjnë shkretat? Unë kam 5 kalamaj, Ti kesh me jetë. kam 3 që nga 2 goca që votojnë për ju. Falenderit, shumë më vlerësoj shumë. 20 vjeç është në Itali dhe më ka thonë do votoj me kështu me Orlaj. Falenderit shumë. Tulemi qika ty una? Sa të halës, mami, as një s'dëgjonte. Të gjithë, se vjen mosha ka ca probleme për veshët. Filloi mbaroi vizitat vetëm duke bërtit. Ti njeh lindën e Kijes, kur ishim atje, them as një s'dëgjote, prandaj ulej çik dëgjojnë çik zonjat se që këtu e atje. Shoqërinë e vet. Çuni është o zot, sa më kanë lodh. Çuni nuk më kanë lodh të dyja bashkë. Ja. Këto janë 7,5, ky është 5,5. Jo, janë shumë të vogla akoma. Pastaj do kesh rritë në moshën e mira, po të 15, pastaj sigurisht një pres shumë e vështirë. Kërkuan atje më sot nuk kam hyrë drejt, ma se di që do mi vi 200.000 lekë kështu. Unë aq kam proqë. E di, janë rritë çmimet në një farë mënyre që kur e ndjejmë neve që kemi paga më të mira, tash se kot muqa. Të gjithë nuk bëjnë asnjë gjë për ne. Ke pensionet 200.000 lekë. Qa ke pas punu ti? Rroba qipsi. Kemi fort pa bashkë. A rroba punën ku? 30 vjetë, 7 vjetë. Se maj men rroba qepsin tash. Po ne që na hoqim nga puna e na lal me 100.000 lekë. Që na hoqim që e demokracia na lal. Në thënjishen. I prishëm fabrikat se thoshe sala me gramovi qeku bar, do t'i prishim të gjitha. Në fabrike pas qenë? Në uzin traktorve. Edhe na i prishëm. Laboratori jonë ishe eksperimental në gjithë Shqipërinë, ai vajti e labu, i vogën të gjitha për skrap. Pas janë hedhë për skrap i kanë marri, kanë vjedhë, sot janë bëha ato godinat, që ato mund të ishin vënë përdorim sot edhe mund të kishe prodhu. Po? është bërë shkollë, shke rroga qepsia. Harroni që ishin bërë me djeshtën e vetë. Ato ishin një varlut me neve. Zhitur me adashte i Po pra të bëthem që e keni për brezën e tretë. Edhe tani është e vështirë, mos kujtoni se është kollaj. Poli, oriba. Çdo moment është e vështirë.
ushqimin e kanë kontrolli i ushqimeve. Lexova ato të filetove të pulës. Asnjë lloj kontrolli s'ka. Mami im ka blej gjë të vogël, kështu që gjoja shkon edhe i mat ato, se kam babin me diabet dhe ka merak se çfarë ushqime shmarin. As asaj me 70% merr edhe asaj, sa ajo nuk është tamam. Nuk ta kontrollojmë ne. Shiko, shi ta them mon. Po e di kur kontrollojnë ato, vetëm po dolin tregun jashtë. Kur del për në Evropë ato i kontrollojnë. Produkti që shitet këtu brenda nuk kontrollohet fare. Po të shit pse nuk kontrollohet, se ti nuk e merr ushqimin atje ku e marrë. Njësoj i blejmë në të fruta perimet, njësoj i blejmë. Flas për gjithë stresin. Moj, fruta perimet me i veni blejmë në. Atë se dim ne. Atë nuk e di se nuk vjen të kontrollojmë. Jo, më ke tregu. Jo, ke tregu i fshatarëve ke lagja ime i blej. Është i katunar që i sjell nga peza, më thot, se nga i sjell se di, po. Ti ngeci xhupi aty dhe di që ai se ngeci xhupi. Që ato më vete, këto janë gjëra që leqes duhet të shalin, po domin direkt aty. Odi ajo fëmijës nuk e di çfarë mund të bësh. Shofësh fëmijën aty. Po, atë po them pra, atë po them. Sikur s'duron njeriu ke fëmia. Ne nuk zgjidhim asnjë gjë këtu. Ne qajm hallet e diskutojmë problemet, se sigurisht. Po. Jo, 216.000 dosje, po. 216.000 dosje. Tashti, problemi kryesor që kishte Partia Demokratike ishte pronat si zgjidhi legalizimet i nisi nuk i zgjidhi. Nuk i zgjidhi. Jam për toka që vi vendosje ka që gjithë legalizimet. Shiko tani, se përmende fabrikat përpara, ka fabrika, ka uzina që janë prona në dispozicion që ca kanë pronar, ca nuk kanë pronar. Ka troje fizike pa fund që mund vije në funksion të pronarve. Ka hapësira pa fund, s'ka pse t'ja japi me €1 një privati ajo kur ka pronarin e vet. Ja pa me €1. Ska. Ka u por sa të pasur ose goca sa. Ajo €1. Mos ska, mos rri. Vazhdoni juve në punë. Vazhdoni. Klodi, falemderit. Pafshim. Falemderit. Miru pafshim, gjithë mirat, falemderit. Ja 2 minuta flas me zonjat edhe. Falemderit. 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 Gjithë mirat, falemderit. Shumë falemderit. Miru pafshim. Vazhdo, merre shishe në ujit me vete. Jo do t'jap dorën zonjës. Miru pafshim gjithë mirat. E di veti të që se Shiko, për mu pa u zgjidh çështja prona dhe legalizimeve s'ka si gjë tjetër. Pse ka lind gjithë konflikti sot këtu? Vetëm prej pronave dhe legalizimeve. Po. Po. E di. Po 10. Edhe më përpara kështu ka qenë. Tash se mos të çështja legalizimeve kështu ka qenë dhe më përpara. Legalizime ka dhënë, po s'ma jep certifikatën, pse s'ma jep certifikatën? Ne sot tim që do legalizimin dhe bëri sale legalizime. T'ju marr leje, unë jam kundër legalizime, me thënë drejta. Kush është pronë vet, marri ta gëzoj. Kundër këtyre legalizimeve që shkojnë i zejnë pronë atjerve, unë jam kundër. Me mbështetjen tuaj. Te jashtme unë duke financat, se janë ca gjona për të zgjidhur këtu te financat. Burimën demokratik lart. Si ka emrin burri? Një ditë me atë ditë ke ato, ti ka Shumë faleminderit. Të fala shumë ti bësh. Nga do shkoni tani? do vim pazarin, çofim kohë lirë. Po mirë atë di unë se ke se kam pasur punë. Mira është goca gjas mamit. Po, në artistike. Për i kafe? S'ka i problem. Ju shkov dita mbar. Gjithë mirat, faleminderit juve. Faleminderit. Ku e ke? Vetëm fëmijët keq mirë zë. Faleminderit.